Mateo 5, dhe ai kur pa turmat, u ngjit normal dhe pasi ul, ju afruan dishepujt e tij. Atëherë ai hapi gojën e tij dhe mësoi duke thënë: Lum skamësit në frymë, sepse e tyre është mbretëria e qiejve. Lum ata që vajtojnë, sepse ata do të ngushëllohen. Lum ata që janë zemërbut, sepse ata do të trashëgojnë tokën. Lum ata që janë të uritur dhe të etur për drejtësi, sepse ata do të ngopen. Lum ata që janë të mëshirshëm, sepse ata do të gjejnë mëshirë. Lum ata që janë të pastër në zemër, sepse ata do ta shohin Perëndin. Lum ata që bëjnë paqe, sepse ata do të quhen bijë të Perëndisë. Lum ata që përndiqen për shkak të drejtësisë, sepse e tyre është mbretëria e qiejve. Lum ju, kur do t'ju fyejnë dhe do t'ju përndjekin, dhe duke gënjur do të thonë lloj fjalë të keqe kundër jush për shkakun tim. Gëzohuni dhe ngazëllohuni, sepse shpërblimi juaj është i madh në qej, sepse kështu i kanë përndjekur profetët që qenë para ju. Një pyetje nuk ka nevojë për përgjigje, por ju mund të përgjigjeni në vetvete. Cilit do doni nga këto, le të themi, lumturitë që Jezusi i thot, lum pra skamësit, lum vajtuesit, lumat zemërbutët. Cilit do doni që ta kishit si virtyt, le të themi? Do doni që të ishit skamës, vajtues e kështu me radhë. Ne vim pra, mbajeni mend këtë si pyetje. Bluajeni çik në kokë. Ne vim dhe jetojmë në botën që na rrethon sot, ku njerëzit janë të çuditshëm, çuditërisht të çuditshëm. Të edhe përfshirë edhe ne. Ajo çfarë desha ku ne të fokusohemi pak është ku shumë njerëz janë të mbushur me krenari dhe mendojnë që i dinë të gjitha, i kanë të gjitha, luftojnë. Kemi vënë re ose vëmë re çfarë lloj zëmërimi, çfarë lloj smire, çfarë lloj mllafi, e çfarë lloj lufte që bëhet, që bëjnë njerëz me njëri tjetrin. E keni vënë re? Po, ashtu siç ne e dim edhe e vëmë re çdo ditë që asnjëri nuk është i përjetshëm. Të gjithë do të vi dita që ne duam apo s'duam, na pëlqen apo s'na pëlqen, do të ndahemi, do të largohemi nga kjo jetë. Pra është diçka e përkohshme. Edhe nëse e mbani mend edhe herën e kaluar e përmendëm pak këtë pjesë. Pse shqetësohemi neve kaq shumë të mbërthuar duke u përpjekur ta mbërthejmë diçka që është e përkohshme. Diçka që e dim që do ta vullojë, diçka që ne e dim që do të mbarojë. Pse shqetësohemi kaq shumë? Por shumë pak njerëz janë ata, edhe asnjëri prej nesh nuk e di kush është. Të pakët janë ata njerëz që e kërkojnë Perëndin. E duan Zotin me gjithë zemrën, me gjithë shpirt. E kërkojnë Zotin me gjithë zemrën, me gjithë shpirt, dhe çfarë ndodh? Ndodh që duke qenë se neve jemi në këtë lloj rruge, besoj që këtë të paktën e kemi që i besojmë Zotit, po e kërkojnë Perëndin në mënyrën tonë, në mundësitë tona, me problemet tona, me shqetësimet tona. Jemi në rrugën e tij. Përpara se të vazhdojmë edhe të shpjegojmë ose të mundohemi që të marrim ndonjë mësim prej këtyre vargjeve, si do ta konsideronit një person të suksesshëm që ka arritur diçka? Ku do bazoheshim? Do shikonim anën monetare, pasurinë? Dje mrem në darkë, në fakt, po flisja me dika që punon me një firmë dhe bëhet leku madh, shumë xhiro madh. Ai kur thot 400.000 euro viti, 500.000 euro viti. Edhe neve na duket vetëm kështu numra, mu më duket 400.000 euro, them 400.000 lekë, që se aq dinë që të numrojmë, që na 20 dora kështu. Që na bën Zoti marr. Po janë shumë lekë. Edhe pronari i kësaj firme është 29 vjeç. Edhe më e bukurave është që në të gjitha mundësitë që ka, është i martuar, ka fëmijë, duket se kishte 2 fëmijë. Më e bukur është se po ndahet. Sepse i ka hyrë vetë jam qef. A konsiderohet ky njeri i suksesshëm? Edhe është ky që po sipas historisë domethënë është ky pronari që shkon me të tjerë.
A mund konsiderohet ky njeri i suksesshëm? Në fakt në syrin e botës ka shumë të ngjarje që ky konsiderohet i tillë. Ajo çfarë desha që të vëmë në edhe një herë në dukje është ato karakteristike ose ato gjëra që neve kërkojmë nga kjo botë, neve e dimë që janë të përkohshme. Por përsëri luftojmë me të madhe. Edhe Jezusi thotë, vjen pikërisht edhe na shpjegon këto gjëra. Kur vim thot në prezencën e Zotit, unë të pakun kështu i kuptoj këto vargje. Kur vim në prezencën e Perëndisë, të jemi në këtë lloj mënyre. Lumë s'kam si të frym sepse është e tyre mbretëria e qiellit. Pra është dikush që nuk ka afare, po kërkon tek Perëndia. Ju kujtohet ata që dy lutësit, një që rrifte gjoksin e vet dhe thoshte me atë ta gambesi, fariseut dhe ta gambesin që shkon në tempull dhe do ta kemi më vonë atë. Por ata ai fariseu që rrite gjoksin, un jam i mirë, un jam kështu, un jam ashtu, edhe nuk jam si ky. Ky njeri nuk është i mbushur me krenarinë edhe është i mbushur në mendjen e vet që i ka të gjitha. Edhe në mendjen e vet thotë, un nuk kam nevojë për Zotin. Prandaj ti nuk mund të hysh në mbretërinë e qiellit. Ndaj edhe Jezusi thotë këtë gjë. S'kam si të në frym, sepse të jep Perëndia. Ti nuk mund të vish edhe unë nuk mund të shkoj tek Perëndia dhe të them jam plot. Hajde fut. Sa prej nesh neve i ndajmë njerëzit, fatkeqësisht. Njerëzit që janë të pasur me reputacion, neve shikojmë edhe si hapet rruga, si kalojnë me makina të shtrenjta, si nuk i ndalon policia, si nuk i vjen gjoba, të gjitha gjërat. Por nuk mund të jesh në këtë lloj forme tek Perëndia. Nëse Perëndia thotë, nëse ti mendon se je i tillë, je i plot, je i plotësuar, edhe po shkonte tek Perëndia për ta blerë këtë gjë, ti nuk mund ta blesh, ti nuk mund. Neve mendojmë edhe shumë njerëz mendojnë që unë mund blej gjithçka, por nuk mund blejmë dot shpirtin tonë, nuk mund blejmë dot përjetësinë. Ne këtë gjë e kemi të sigurt që një ditë do të ndahemi nga kjo jetë, mund të jetë me vite edhe të jemi Zotit mirënjohës për te, por ama do të ndahet. Po pse zihemi, pse luftojmë kaq ashpër? Lumë ata që vajtojnë sepse ata do të ngushëllohen. Ti pra kur shkon në prezencën e Zotit duhet të jesh në këtë lloj mënyre, në këtë lloj forme që vajton. Edhe kjo këtu është e bukur se ti nuk mund të bësh aktorin. Të shkosh duke qartë tek Perëndia. Pra i shtiru. Por ti vete shkon i sinqert 100%. Mendoni pra, siç juve shkoni ose siç keni një person që juve ndani gjërat më, le të themi, në sekrete ose gjërat që ti ndjesh rehat i ndash në të gjithë, ëh? Edhe sa i beson atij person? 100% apo jo, përderisa po ndan kështu gjërash. Prandaj edhe Perëndia do brendësinë tonë, do çiltërsinë tonë, do shpirtin tonë. Nuk ka nevojë për pamjen tonë të jashtme, për aparencën tonë. Se sa katëshe i kemi vilën edhe se sa vitin e fundit të makinës, sa më të fundit të jetën mund. Nuk ka nevojë për këtë gjë. Tani ti mund të jesh mirë nga ana ekonomike, edhe kjo nuk do të thotë që nuk je i përshpirtshëm, nuk je besimtar, nuk e don Zotin, por nëse ti ke ato virtyte që në botë janë, atëherë ti nuk je për Perëndinë. Lumë ata që janë të uritur dhe të jetur për drejtësi, pra nëse ti ke uri dhe etje për drejtësi, atë do të jesh i ngopur. Po nëse neve do të fokusohemi tek pjesa e dytë e çdo vargu, imagjinon e para deri këtu ku kemi arritur. Do të jemi në mbretërinë e qiejve, do të jemi të ngushëlluar, do të trashëgojmë tokën dhe e gjashta do të jemi të ngopur. Pra gjithë këto lloj cilësisë të mira që vijnë në momentin që neve jemi në prezencën e Perëndisë. Lumë ata që janë të pastër në zemër sepse do ta shohin Perëndinë. Imagjinoni për diçka ose dikë që ju doni ta shikoni me një dëshirë shumë të madhe. Keni parë këto spektaklet e mëdha që shkojnë këta këngëtarë, zakonisht këngëtarët e njohur. Janë ca fanse të fiksuara në kulmit që në momentin që ai këngëtar ose ajo këngëtare afrohet afër edhe e prek, ajo do të dridhet çu pipici. Aq emocion të fortë përjeton.
Çfarë lloj emocioni do të përjetonim ne nëse do të vinim dhe do të shikonim Perëndin ton, krijuesin ton të gjithçkaje. Ku ai është ka të gjitha përgjigjet e pyetjeve edhe dilemave tonë. Lum ata që vdiqen pra, për shkak të drejtësisë sepse tyre është mbretëria e qetë. E kemi dëgjuar ne këtë ankesën ose mund ta kemi bërë edhe vetë ne që themi bë mirë të gjesh keq. Sa i thonë që thonë, apo? Mundohesh të ndihmosh, mundohesh të bësh mirë, mundohesh të qëndrosh i drejtë, të tregosh të vërtetë. Por neve e vëmë re që të tillë njerëz sulmohen, urrehen, edhe quhen si Adelja Zez. Unë shpesh herë jam gjendur në situata të tilla që e kam ngritur zërin dhe kam thënë kjo është gabim. Ndonjëherë njerëzit përpiqen ta lënë ashtu pa e trazuar. Duke thënë, nëse është dikush që e bën, le ta bëj për të paktën nuk po më prek mua, nuk më ndikon. Nuk mund të sillesh në këtë lloj mënyre. Një i krishter të pak. Po neve thjesht e kemi bërë. Edhe unë e kam gjetur veten në këtë, ndaj që lodhesh duke bërë të drejtën edhe lodhesh duke u rryer edhe duke u futur bryli, se s'o lehet bëj çfarë bëj. Brazi vet. Lum ju kur do t'ju fyejnë dhe do t'ju përndjekin, duke gënjur, do të thonë çdo lloj fjale të keqe kundër jush për shkakun tim. Ky varet pak a shumë përmbledh të gjitha ato pjesët që neve mund të jemi duke përjetuar, ha? Sepse mund të themi, po ti se di çka ka thënë ai për mua. Edhe Zoti thotë, kanë gënjur, kanë thënë çdo lloj shpiftësinë është e mundshme, ose çdo fjalë të keqe kundër teje. Po, e di, por ti je me mua. Ndaj, kjo është ajo çfarë neve duhet të fokusohemi, të jemi me Zotin, të kërkojmë Perëndin, të kërkojmë mbretërinë e qiellit, sepse aty do të gjejmë ngushëllim, aty do të gjejmë ngrohje, aty do të shikojmë Perëndin ty për sy. Vargu 12. Gëzohuni dhe ngazëllohuni, sepse shpërblimi juaj është i madh në qej, sepse kështu i kanë përndjekur profetët që qenë përpara jush. Me pak fjalë, nuk është diçka e re që po na ndodh ne dhe nuk u ka ndodhur njerëzve të tjerë më përpara. Fatkeqësisht ka ndodhur dhe vazhdon të ndodhi. Edhe njerëzit nuk e din kur, më lejeni ta rifrazoj. Nuk do ta kuptojnë dot emrin kur se çfarë po humbas. Për të gjithë ata njerëz që kanë vendosur sot të kërkojnë pasurinë, edhe mos më mërzisni kur të them këtë shprehje. Kur kërkojnë pasurinë, kur kërkojnë të gjërat e kësaj bote, edhe kur sulmojnë të tjerët me smir, me zemërime, me gjëra dhe ushqejnë dhe veten e tyre me urrëtie, nuk janë duke kërkuar Perëndin, edhe më shumë largohen. Në të njëjtën kohë, nuk po themi që mos punojnë, që mos të ushqehemi. Ka rrugë të mira, të drejta që ne mund të ushqehemi edhe të kërkojmë. Nuk do pasurohemi dot sa që janë të tjerët, por amar kemi një pasuri shumë të madhe, që është Perëndia. Imagjinoni, neve kemi dhe dëgjojmë, sepse pasuritë e të tjerëve, përveç atyre që neve njohim, neve i shikojmë dhe i dëgjojmë në media të njerëzve. Për shembull, X person është kaq i pasur, X person është aq i pasur. Neve dëgjojmë për mbretërinë e Perëndisë që është kaq shumë e pasur në median tonë sociale që është Bibla, edhe përsëri nuk mund ta, ku diun, a perceptojnë dot 100% apo jo. Por imagjinoni, le vetë për një moment le të lozim çik me mendjen, qofse këtë lloj përshkrimi që ne na përshkruhet në Bibël për mbretërinë e Perëndisë, ne do të ishim në gjendje ta shikonim 2 ose 3 sekondash nëpër televizionet tona më të njohura. Si do të ndiheshim neve në ato? Si do të ndiheshim në ato? Imagjinoni çfarë radhë do të kishte tek njerëzit ose vale, si hyr. Dhe më e bukur është që njerëzit do përpiqen të korruptojnë e të bëjnë, siç ka ndodhur vite më përpara në shekullin e, ose sa bën 14-15, që ishin ca kohë që shisnin certifikata për në parajs, që duhesh 1 vit pune të një personi të ardhur të 1 viti, pa lloj shpenzimi kështu, po të gjitha, që të blejë atë certifikatën. Por nuk mund ta blesh. E sot e kësaj dite besoj këta katolikën që zgabohen, pak në çka kemi parë në televizor, kështu lajme ose filma më shumë, që varrosen nëpër pronat e kishave me idenë që aty është dera për çu parajs. Ta që janë ta padronat e drograt e gjërat. Duke dhënë edhe një donacion shumë të majm kishës. Por nuk mund të ndodhi në këtë lloj mënyre, nuk mund të ndodhi në këtë lloj forme. Njerëzit mund ta kthejnë në çfarëdo lloj ndrysh forme të mundshme, të shkosh në mbretërinë e Perëndisë është komplet e kundërt.
të jesh, le të themi, nga ana shpirtërore më i të varfër. Perëndia dëshiron pra që ti, me pak fjalë, le ta përmbledhim dhe ta mbyllim. Kërkon që ti ta paraqesësh veten tënde ashtu siç je brë, 100%, pa pikë e pa presë. Në këtë lloj mënyre ti mund të kesh privilegjin të hysh në mbretërinë e Perëndisë dhe ti kesh besimin pra tek Perëndia. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë me gjithë secilin prej jush.